Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Allahun azza wa jall e lavdërojmë, ata falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush më të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Sot me lejen e Allahut azza wa jall do të flasim për një temë që është shumë rëndësi për jetën tonë personale, mirë po dhe familjare. E kam fjalën në lidhje me fëmijët tonë, këtë begati të madhe që Allah azza wa jall e ndëron këndon me ndëru me drejtësinë dhe urtësinë e tij. Mirë po, me theks më të veçantë, çësia që duhet me pas ndaj fëmijëve në kohë të Ramazanit. Fëmijët tonë në Ramazan. Mirë po, para se me hinë atë me folë në lidhje me fëmijët tonë në Ramazan, do të flas pak në përgjithsisht me çështjen që ka të bëjë me fëmijët, duke treguar se sa begati është e madhe me pas fëmijë këtë botë, dhe Allahu azza wa jall ka nderon me i dhënë fëmijën këtë botë, e ka ndëruar, mirë po do të marrëm vazhdim se fëmija ka mundësi edhe me ka ndërim, po mundet me qenë edhe si azab e dënim. Mirë po në përgjithësi, fëmija është përmbushje shpirtërore për fëmijën, që këtë edhe përjeton se cili prind dhe cili ka fëmijë, mirë po Allah azza wa jall e ka regjistruar një gjë të tillë edhe në Kur'an, kur ka folur për Zekerian, ka thonë dhikru rahmetika abdehu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akun bidu'a'i rabbika shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رضيا. Është fillimi i surës Maryam, tregon Allahu azza wa jall në lidhje me Zekerian, thot kujtone rahmetin e Zotit ndaj robit të tij Zekerias, kur pe lut Allahun azza wa jall me një lutje të fshehtë, duke i thënë: o Zoti im, unë jam plakur edhe eshnët e mi jam plakur, mirë po dhe koka mu ka thinë. Mirë po kur s'kam qenë i zhgënyer në lutjet mia që ti kam drejtuar ty. Kam friken nga të afërmit që i la pas, ndërsa bashkëshortja ime nuk mundet me pas fëmijë. Me jep një pasardhës që më trashëgon mua dhe trashëgon familjen e Jakubit, edhe bën që t'jesh ti i kënaqur me të. Thjesht po e tregon këtë dërt këtij prindi, këtij pejgamberi të Allahut azza wa jall, i cili ishte shtyr në moshë, mirë po nuk ishte humbur shpresën nga Allahu azza wa jall, dhe po i kërkon fëmijë, edhe pse dinte se realisht bashkëshortja e tij, domethënë nuk kishte në gjendje me pas fëmijë. Allahu azza wa jall e ka ndëruar edhe vazhdon në jetë: ja Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, o Zakaria, ne të përgëzojmë me një fëmijë emri të cilit është Yahya. Mirë po edhe Allahu azza wa jall, kur ka folur për pejgamberët dhe i ka treguar begatit që u ka dhënë atyre, ka thonë: "Waj'alna lahum azwajan wa dhurriyya",
dhe ju kemi dhënë bashkëshorte edhe pasardhës fëmijë. Pra thjesht njeriu ka arsye për më gëzuar me fëmijë, një që është thash përmbushje shpirtërore ndaj prindrit, mirë po dhe kur plakët ka nevojë me pas një fëmijë që ja gjet dorën, qofse është i udhëzuar. Mirë po, mirësia dhe begatia e fëmijëve nuk përfundon vetëm me këtë dynjë, nga se realisht qofse Zoti e ndëron dikën me pasardhës, ata pasardhës janë të mirë. Ka në hadithin e vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kur vdes njeriu i mbyllen regjistrat e veprave të tyre përveç prej 3 gjërave. Domethënë një sadaka rrjedhse, një detyri që përfitojnë tjerë prej tij, për asaj detyrie, edhe një fëmijë i cili domethënë bën dua, domethënë për prindërit e tij. Pra faktikisht njeriu edhe pasi që të vdes, nëse lëm pasardhës të mirë, begatia e këtyre pasardhës me vazhdon se fillimisht t'i harrojnë emnin, domethënë nëse janë pasardhës të mirë, nuk ja shohin që jetojmë edhe vorrin dikujna, me thonë që çfarë pasardhës po shkan lënë, po nëse është fëmia i mirë, faktikisht e përmendin edhe për zdekti se sa fëmijë të mirë, pasardhës të mirë pas kanë lënë, mirë po dhe bojnë dua, domethënë për prindit e tyre që i bie që faktikisht kjo begatie, domethënë me pas pasardhës është edhe në këtë dunjë, edhe në ahiret. Mirë po thash, kjo çështja e fëmijës i ka gjithmonë ato dy anë të medaljes. Edhe mundet me konë begati, mirë po edhe runa Zot me konë fëmijë i keq, me konë domethënë i pa udhëzuar, me konë domethënë fëmijë i prapt, realisht për babën edhe për prindrit, ajo është fatkeqësia më e madhe që ka mundësi me i ndodh njeriu, edhe këtë thash edhe përjetojmë na nga përvoja që i shohim të tjerët, inshallah Zoti na sprovon neve personalisht, mirë po atë që shohim të tjerët, mirë po dhe Allahu Azza wa Jall ka regjistruar raste që realisht prindrit kanë vuajtur, kanë hjekur prej fëmijëve të tyre. Njëra prej rasteve që e ka regjistruar Allahu në Kur'an është domethënë walladhi qala liwalidayhi uffin lakuma at'idanini an ukhraj wa qad khalat al-qurun min qabli, dhe ju thot prindërve të tij, dy prindërve, për juve, a po më premtoni ju, po më thoni se ka ringjallje, e sa gjeneratat kanë vdekur, domethënë para neve edhe s'ka gjë nga këtë punë. Ata wa huma yastaghithani la waylaka amin. Tash prej gazepit, prej vujtjeve të e pa që fëmija i tyre ka dalë pa besimtar, për e mbahan ringjalljen. Ata tash pi kërkojnë ndihmë Allahut Azza wa Jalla, po thojnë o mirë për ty besa, fa inna wa'da Allahi haq, nga se premtimi Allahut Azza wa Jalla është i vërtetë. E ai prap vazhdon me atë kryet në cilë duke thonë fe yaqulu ma hadha illa asatirul awwalin. Kjo nuk është vetëm këtë që për pretendoni se ka ringjallje, ka takim me Allahun Azza wa Jalla, dhe ky premtim është i vërtetë. Domethënë nuk është vetëm se legjenda, pralla që e kanë bartur dhe për cilët të gjeneratat e kaluara. Mirë po edhe ka rast tjetër, vëllezër të nderuar, ndoshta këtë rast e keni më të njohur, rastin e Musës me Khidrin, kur e ka marrë Khidri me e shoqëru Musa në udhëtim. Edhe gjatë udhëtimit i ka thonë çka të bëj, mos më pyet mua çka jam duke bërë. Njërim për i veprimeve që e ka bë, e ka myt një fëmijë. Edhe Musa me herë ka reagu, ka thonë a pe myt dikon pa fajshëm, pa e vra kë kërkon hiç kë fëmija. E në fund, mase që faktikisht ka përfunduar ajo udhëtimi mes Musës dhe Khidrit, ja ka sqaruar Khidri se pse ka bë këtë punë. Ka thonë wa amma al-gulamu fa kana abawahu mu'minayn fa khashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra. Dhe atë djalin që e kanë vra, babat prindët e tij kanë qenë njerëz besimtarë, edhe kanë pas frikë që ata, domethënë ai fëmijë, mu bë sebeb
që këta me i quë, dhe më thonë, me i kalu kufit, apo dhe runën zat edhe dhe më thonë me dalë në kofër, fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrab ruhma, e kom dash Zoti që këtë fëmijë m'ja marr e m'ja u zëvendësua me një fëmijë më të ndershëm edhe më mëshirshëm. Pra thjesht shpesh edhe të marrën në vazhdim se realisht runa zot me ardh me pas njeriu sprov me fëmijë, mos me kon një vëllëzum. Realisht ai përveç që krijon shqetësim psiqik, që thojmë ne as gjumi mos me të marr natën, e ndoshta edhe me të marrë me dal ditën. Po ndonjëherë ndoshta detyron që edhe me hinë mëkate për shkak këtij. E me shkel ligjet e Allahut Azza wa Jall edhe me ekspozu veten ndaj hidhrimit të Allahut Azza wa Jall, që faktikisht dhe më thonë jem presion edhe nuk e din se çfarë halli dhe më thonë me i bo ati djalit. E ne kem raste këti Khidri e ka myt këti, Khidri u ka myt këtyre, ama ne kem raste kur edhe njeriu e ka myt edhe fëmijën e vet, kur e ka pa që faktikisht nuk ka zgjidhje me ta, ndryshe vetëm se me shpëtu veten dhe familjen e tij prej dhe më thonë prej tij. Ajo që po do më thonë është vëllezër të nderuar se sahi fëmijë me pas është begati, është dhe më thonë plotni, është dhe më thonë qetësi shpirtërore, kështu me radhë, mirë po kjo është qoftë se është i mirë, se fëmija ka dhe anën tjetër, den edhe me konë dhe më thonë dënim edhe fatkeqësi dhe më thonë për prindët e tij. Çështja tjetër që duhet me ditë vëllezër të nderuar është se Allahu Azza wa Jall ka bërë që me pas rahmet prind ndaj fëmisë, me konë një mëshirshëm, me konë një butë. Këtë Zoti e ka programuar në zemrat e secilit njeri, edhe në natyrshmërinë e secilit njeri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në mimber duke marrë ligjërat. Edhe po vinë Hasani dhe Husejni, dy nipot e tij, nga Fatimja, edhe pishet të vogël të ecë të urzu, edhe po zbret prej mimberit, edhe pe i merr, edhe pe i kap në durë, edhe po thot një fjalë, thot këta janë sprov, se edhe të shtinë mu ba koprac, edhe mu ba frikacak, ama janë një shija kësaj bote. Edhe shumë e vërtet se janë sprov, se a ke pa njeriu kur është i pamartum, dhe më thonë faktikisht nuk ka obligime, nuk ka fëmijë, ai fort edhe mutut zin. Edhe faktikisht shkon e kthehet e i bën do veprime apo në sene, mirë po si të martohet, si të ka pasardhës, merre nis me llogarit, po me gra veturës dyqinor, me shkoj i la fëmijët e jetima, ose me bë këtë punë, ndodh kjo punë, faktikisht i bën këtë kalkulimet ma, jo ma çka po ndodh për sa është atij vet. Po të çështja e fëmijëve, edhe te paret, si te prek, faktikisht kur është nëse i pamartuar, është më i xhemert. Po kur të martohet, janë nis tash i kalkulon sanat. Domethënë po sa dalon me shok, më mirë domethënë ja u la fëmijëve të mia apo në sanat e kanë mas. Faktikisht s'po them që është gjithmonë kjo pozitive, negative, po është kjo realiteti që Zoti e ka mbjell, domethënë me shpirtat dhe zemrat e njerëzve, që faktikisht prindet me i dashur fëmijët, me kënd mëshirshëm, me kënd butë, e që kjo herë domethënë të bën kaprac, e bën frikacak, nga se Zoti ka dashur kështu. Edhe kem rastin tjetër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur ka dek, domethënë Ibrahimi, djali i fundit të tina, ka qenë dikon një vjet e gjysmë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në prag të vdekjes së tina ka pa që ato hiq me shpirt, më thonë duke dorëzu shpirtin e Allahut Azza wa Jall, edhe ka çajt, edhe ka thonë kjo është rahmet, kjo çartja ime është rahmet që Zoti e ka mbjell në zemrat e robët e tij. Allahu Azza wa Jall i mëshiron ata që të janë të mëshirshëm. Ajo që po do të them se të nderuar është se kjo, do të thonë që faktikisht prindrit janë të mëshirshëm, janë të butë, janë të afërt me fëmijët, mirë po ka herë kjo butësi dhe kjo mëshirë din mu keq përdor shumë prej fëmijëve, edhe ndoshta ti me këtë mëshirën e tepërt që e ki ndaj fëmijëve,
ndonjëherë edhe nuk e kryen obligimin tënd ashtu siç duhet, nga se ndonjëherë prej mëshirës ja plotson këtë domethënë kërkesat e kësaj dynjaje, qoftë ajo ushqimit, qoftë ajo veshmbathjes, qoftë domethënë ndoshta në far komuniteti, në far lukse e kështu me radhë, këtë duke u parapri me që të farë mëshirën dhe butësinë që e ki ndaj tyre. Mirë po, nuk është e tëra, dhe më thonë që njeriu më afrua fëmijëve veç këto komoditete, ushqime, pushime të shtrejta, rroba të shtrejta, dhe më thonë veturat mira, dhe më thonë telefonat mira, kështu më radhë, faktikisht nuk është e tëra kjo, nga se faktikisht disa gjëra pe këtyre gjërave i kanë edhe disa krijesa tjera që janë njeri hiç, janë më të fortë se njerëzit, disa ndoshta janë më të bukura se njerëzit, e kështu me radhë, mirë po ajo që veçon njeriu dhe dallon njeriu është se realisht Zoti i ka dhënë mendje, ka bënë insan, i ka thënë domethënë intelekt, i ka thënë fe, që kjo është ajo që e bën mu dallu pe krijesave tjera. Jo pse është më i gjatë, jo pse është më i fortë, jo pse është më i veshur, më i bukur, jo pse po han shumë, e kështu me radhë, nga se tash ka dhe shumë prej krijesave tjera që i kanë të cilësi edhe më të mëdha dhe më të avancuar se njeriu, mirë po ajo që e bën njeriu njeri është që kjo mendje edhe kjo fe e që kësajna duhet me i kushtue, domethënë rëndësi që njeriu me i eduku fëmijët edhe mos më mjaftu vetëm ja realizue vetëm qefet edhe kërkesat e tyre, mirë po krahas saj, e që këtë duhet me menaxhue dhe me bë me mos saktuar, duke mos e tepruar, që më dhon edukatën, më dhon fen, më mësua domethënë moralin, me ditë çka është halali, çka është harami, çka domethënë kërkon Allahu azhjel prej neve, çka është marrë me bë, çka të kohije me bë, e kështu me radhë, e këtë proces duhet me nis prej vogëlie. Mos me prit, morrit, e mos me të met rrugë tjetër vetëm se realisht masandej me përdor dhunë fizike. Nga se realisht dhuna fizike është domethënë që e thojmë ne ajo mjeti i fundit që e përdor njeriu nëse s'ka dhez asnjë metodë tjetër. Ama para se me ardhe kjo punë, faktikisht prindit do të me pas konsiderat disa hapa tjerë, e prej tyre është, domethënë që me eduku fëmijën në vogëli edhe sa është i njohur që ka mundësi me i kap gjërat edhe faktikisht me i marrë si të mirëqena ato që janë vlera edhe ato që janë të mira. Treguhet si rast, thotë një njeri kishte lindur fëmija, e kish ardhur me pyet hoxhën, a ka mundësi më tregu që me eduku fëmin. Edhe i thotë, valla, për që ta të parin pas ka ik treni ty, e po të regoj ato të dytin kër të furnizën zote që me eduku, se që ta dosht ma heret me i marë se tepet. Fillimisht, kër e ke zjedh bashortën, o dosht me zjedh që shka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu se gruaja martohet për 4 gjëra, për pasuri, për bukuri, për domethënë çfarë familje ka, edhe martohet për fenë e saj, për shkak që është e ndershme dhe devotshme. Ka thonë zgjedhë këtë fundit për shkak të fesë saj, Allah t'ia bereqet. Po edhe forma tjera, domethënë që njeriu duhet me marrë disa sebepe për me eduku fëmin, faktikisht qysh vëzhli e duke filluar domethënë edhe ndoshta edhe para se me ardh fëmia krejt, s'po them që domethënë tik treni se realisht domethënë njerëzit përmirësohen edhe thjesht ka mundësi me e mërri edhe mbase që të lind. Mirë po, thjesht është mirë që gjërave mjau paraprije, që faktikisht njeriu me i marrë disa hapa konkret që mos me ardh ose runa zët me përdor dhunën, ose runa zët me ndodhë si hidrit, me ardhë dikush me ta hek qafe edhe me të rehatu. Se thash, fëmija i ka dyon të medale, se dhe me konë begati, mirë po din edhe me konë azab dhe me thonë për prindin. Ajo që duhet me kuptu edhe këtë, se realisht, ashtu që është fëmija begati, edhe për prindin, edhe për fëmin është begati me pas një babë të mirë. Thjesht, qofse prindi kënaqet, qofse ka një djalë të mirë, të urtë, të sjellshëm, të devotshëm, realisht edhe njëjta është në anën tjetër, qofse një fëmijë ka një babë të udhëzuar, e ka namazli, e ka që i ruhet harameve, që faktikisht në shtëpitë tina dëgjohet Kur'an,
shpëtyre dëgjohet, domethënë ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur thirret e zoni thjesht prindi thotë çu në merrni abdes se po shkojmë në xhami, ose nëse janë vajza faktikisht e thotë ku është tash, domethënë u përgatit më mbulu kështu më radh. Edhe kjo është begati, se në runa Zot ka mundësi edhe me kon fëmijë i lëzum, po Zoti sprovon me prind, domethënë thjesht kur të shep që po falet e kritikon, runa Zot me shkumendja, domethënë më mbulu, thotë e kërcënon ku me çit për shtëpie, qofse rrin me njëri të mirë, i thotë hey, mos rrin me ta se ata faktikisht janë domosdoshmë dështak të përpambetur e kështu me radh. Ajo që po do të thonë vëllezër të nderuar se realisht fëmijët janë begati, mirë po edhe domethënë prindrit janë begati nëse janë të udhëzuar edhe janë të mirë. Tash kjo me kon pjesa e parë, me tregu pak disa fjalë për derisa jam të fol për fëmijët, nuk më shumë në shkalu këto gjëra, nga sa qëllimi është me fol në lidhje me fëmijët në Ramazan. Çësia jon, çka shohim na prej asaj çka është prezente, qoftë ato anë pozitive në Ramazan, qoftë ato anë negative. Fillojmë me anë pozitive, se realisht alhamdulillah, do më thonë ajo që shumë pozitive është se agjerimi është në masë të madhe, edhe e vren këto jo vetëm në xhamia që arrim na, po edhe në për qytet, edhe në për shkollë, edhe në vendin e punës, faktikisht masëvikisht agjerohet spaku në qytetin tonë, që realisht kjo është shumë përgëzuese. Tash çështja tjetër që është shumë e mirë është se realisht në xhamia tona pothuajse 70% janë tri. Unë po flas për përvojës personale, dhe pse unë nuk jam shumë, domethënë, i shtym moshë mesme, po e majnë mend fillim vitet e 90-ta kur kena filluar na më fal, realisht ti na kon ngishtaf ata që ti na fal tri. Se shumica kanë qenë pleq me plisa ose me kapurzi. E tash ka ardhur e kundërta, tash me shku në xhamin qendrore të Mitrovic, dhe më thonë se për xhamit tonë s'ka asë një që është me kapoq, as me plis, as me me kapoczi, po edhe në xhamit zallë, në xhamin qendrore, i ngjeh me ngishta ata që janë shtym mosh me plis, nga se thjesht 70% dhe më thonë janë tri. Edhe kjo është për më gëzu, që shkëzohemi që masëvikisht agjerohet, gëzohemi dhe më thonë që edhe masëvikisht ata që të jenë falë, edhe falën janë tri. Edhe pse tash alhamdulillah po them me krahasuaj gjeneratën tem me gjeneratën e këtyre trive, faktikisht jena kon pak nxënës që kena mësuar të hoxhallarët në Kur'an, tash kemi me 10 hoxhallar, kemi me 10 studenta, faktikisht tash djemë të ri, shumica e djemëve të ri janë imamën e për xhamia, që domethënë as nuk i kanë kaluar ndoshta të bëjnë për ty në as 20-at, që faktikisht ka një farizime, ka domethënë ndjehet atmosfera e Ramazanit, e përjetojmë edhe kështu duhet me qenë. Se alhamdulillah Zoti na ka dhëruar kem lind musliman, nuk kemi ardhur me diçka të re, faktikisht që po ja imponojmë shoqërisë, thjesht ndoshta është sistemi ka bërë që me luftue domethënë edhe këto domethënë praktikat e fesë, edhe e kanë ngushtuar rrethin që me kon praktikimi fetar minimal, po alhamdulillah pasi që shkoj ai është sistem edhe ai dëshman, alhamdulillah tash jemi duke e udhëheq vetë këtë vend, edhe alhamdulillah jenë kanë ardhur mirësi që edhe agjerojmë, edhe folëm shlershëm, edhe xhamiat janë me tri e kështu me radhë. Kjo është ona pozitive, dhe pse mundesh me fol halen, ona pozitive, mirë po theksi është me i tregua disa çështje që njeriu i vren, sidomos hoxha, domethënë disa dukuri negative edhe të fëmijët, po edhe të prindrit, domethënë në Ramazan. E para e këtyre dukurive negative është vëllezër të nderuar është se nuk ka përkushtim të mjaftueshëm të prindërve me i ndërgjegjësu fëmijët në lidhje domethënë me Ramazan apo në përgjithsisht domethënë me çështjet fetare. Faktikisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që muru auladakum bis salati wa hum abna 7 sinin,
mësoni fëmijët e juaj me namaz kur janë ata 7 vjeçar. Qofse i bën 10 vjet e s'ndëgjon, edhe ne i flakaresh me dhon s'prish punë. Kur kemi treguar para disa dite për agjerimin, ka për dietarëve që thonë edhe agjerimin mja nis në masin namazin kur ti bën 7 vjet. Edhe pse kemi treguar se mendimi më i saktë nuk është ky, po me e pa varësisht, domethënë se qysh është rritja e fëmijës, domethënë në fizike, a e përballon agjerimin e kështu me radhë. Nga se qëllimi në këtë moshë nuk e kanë obligim fëmija, as mu fal, as mu agjeru, po është qëllim me i mësu, që kur të hinë moshën madhore, kur i bëhet farz, kur i bëhet obligim, kur lënja e tyre bëhet mëkat, mos mi ardh për sefte mu fal, ose për më agjeru, kur i bën 3-14 vjetë, ose 15 vjetë. Po faktikisht, kur të i bën këtë moshë, vetëm aji është adaptue, edhe u mësu, edhe mu fal, edhe mu agjeru, e kështu me besa edhe thjesht edhe me dhonë. E ke pasa ka edukate e mirë është që ose një njeri faktikisht shkon edhe shpërndon ndihma edhe i merr edhe fëmijët e vetë që me i pa se çka është thjesht me ju ndihmu tjere non praktikisht. Besa edhe mja dhonë një pare në dorë që me thonë ljepa këti të varfrit, edhe kja ka unën e vajt pozitive që faktikisht që me mbjell në zemër dhe tyre këto vlera, qoftë namazi, qoftë agjerimi, qoftë sadakaja, besa edhe kurbani, edhe vitrat e sene që faktikisht me i pa këto në punë të mira dhe me i vedisu këto punë të mira para se me ju ba obligim. E këto e vrem që faktikisht kem qalime, faktikisht nuk kem dërt, dhe më thonë dison, dhe më thonë nuk janë nivelin e përgjithësisë, disa kanë qef, po janë të butë. Njëri thëtë fëmija dhe mund se ndëgjën dhe një farforme i nështrohet fëmis e që realisht nuk duhet me qenë prindi kështën nga se prindi duhet me konë insistus edhe çështja e edukimit nuk është me një të thone. Çështja e edukimit është proces që duhet me përcjell vazhdimisht besa ju vetëm dhe më thonë sa të shpitone, po edhe kur del jashtë shtëpisë tone që pavarësohet, ndështë martohet e krijon dhe më thonë jetë tre, apëton këshillat tua edhe udhëzimet tua nuk duhet me mungu. Kjo në aspektin e parë, në aspektin e dytë e kem, edhe në qoftë se ju rina gati që më falë kështu me radhë, shojmë që qalojmë se se mësojmë fort dispozitat heq, dhe më thonë të agjerimit ose të namazit, që më mësu që duhet më falë, më mësu që duhet më agjeru. Thjesht ka raste dhe kam dëgjuar që faktikisht po flasë në aspektin e gjinisë femrore, dhe më thonë është e vinë ciklet menstruale për herë të parë, asojnë e vjenë marë me bisedu me nonën e vetë me tregu, aje se ka qelë me qikën e vetë heq, edhe faktikisht dhe më thonë hinë moshën madhore që ju ka ba farz, aje sa gjerën se thjesht nuk e din dhe më thonë që e ka obligim agjerim edhe që ka ndodhë me ta. Apo nështë e din, mirë po nuk e din as nona, as qika, se realisht qoftë se kanë hinë moshën madhore edhe duhet me agjeru, faktikisht kër i kanë të përmujshmet edhe ciklin menstrual e kanë haram edhe mu falë, edhe këtë mua më agjeru nga se në këtë gjendje, dhe më thonë as nuk falet, as nuk agjeruat për grunë, naturisht namazin nuk kompenzohet, mirë pa agjerimi kompenzohet pas pastrimit. Mirë pa e që po du më thonë është faktikisht që ashtu se që nuk kem përkushtim për me i mësue për mua mu falë, apo për me agjeru, apo për me veprat mira, edhe në qofë se fillojnë ata mu falë, pak merë me ta më jam mësuse, dhe më thonë qështë duhet mu falë, qështë dohen rekatet, qështë është çështja e agjerimit, çka duhet me lanë, çka duhet me bo, çka në lejohet me bo, kështu me radhë. Çështje tjetër, apo gabim tjetër, është se kem prind që faktikisht në Ramazan i marrin fëmijët në xhami. Ama shumë pak për i tyre i shohim që pja mësojnë pak qatë rregullat që jem të i ke spjeguar në atë mënë edukatën e xhamisë. Dhe më thonë që kur vjen xhami, xhamit janë të ndërtuara për adhurim, për më falë, me lexu Kur'an, me bë dhikr, nuk janë as me vërapu, as nuk janë me bë zhurmë, as nuk janë me shqetësu tjertë, nga se këtë dukuria shohim shumë dhe më thonë prezente në Ramazan që vinë edhe me prind të fëmijët, edhe nështë të prindin që aty e ka, as nuk e rrin gati vetë,
as nuk e kam mësu ma herët, që me thonë që kur shkone në xhami nuk është dhe më thonë hall e sporteve. Xhamia është vend adhurimit. Në xhami njerëz vinë që mu falë. Nuk kanë qef faktikisht që se përkushtuan namazin e tyre që kërkohet, më bëkos përkushtim që me ardhë dhe më thonë të me bozhurëm, ose me nxjerr telefonin, e me alqu zonën, e kështu më radhë mirë po, duhet fëmijët me përgatit para ma herët që faktikisht me ditë edukatën dhe më thonë ardhës në xhami. Kjo sa i përket asaj mës edukimit. Çështja tjetër që e vrejmë është, ndonjëherë është se i lojmë në zgja fëmijët. Nuk është puna të edukimit tash. E shohim prindin vjen në xhami me i falë taravit, ose edhe hin në itikaf, ose nështë edhe shkon numre, ama faktikisht i lën fëmijët edhe mos një farforme si mos me këthy kryt hiq, as që janë të bo fëmijët, a janë të këqyrë dhe më thonë në televizor, a janë në telefon, apo kanë me kanë kontakt, a mos po dalin këtë për shpije. Faktikisht ti jarë të po falesh në sajtë e gjysë, të bo sejde, e të lexu Kur'an, ose në itikaf, ose numre të bo tavaf, e faktikisht dhe më thonë fëmijët nuk e din se çka janë të bo, ku janë shku, kështu më radhë dhe më thonë nuk është dhe më thonë normale kje punë me bo një gjatë të tillë. Me keq që është dhe më thonë më sëndej që duhet me pas konsiderat dhe që e shohëm të trit, po besa ju vetëm të trit, po edhe këta që janë pak në moshë më të madhe, faktikisht ajo plan programet që shejtani ja u bën në formë konkrete për Ramazanin. E këtu më duhet me tregu një rast, tregon një shekh, një profesor joni, Shekh Abdurrezaku, thot interesant, thot shejtani ja din ka herë vlerën në Ramazanit më shumë se na vetë muslimanët. E thot pse? Thot se shejtani e din se sa është më rëndësia xherimi dhe Ramazani për besimtarin, edhe ai bën kurtha dhe bën plane qysh para se më ardhë Ramazani, që kur vjen Ramazani, qysh mi prekupue edhe mos me mujt ata me arrit me shfrytzu Ramazanin. E këto është shumë e vrejmë, dhe më thonë, faktikisht e shohin, dhe më thonë që në Ramazan, nëse shumica kafeterive i mbyll në orën 11, tash rrin deri në sefer. E faktikisht njëri ndoshta vjen falet këto, edhe pe këtu të shkon, dhe më thonë, kafeteri, edhe e çon natën, dhe më thonë, llafe, muhabete, kjo me vogla, s'po them duhan e çka mundet me ndodh pasajna. Apo konkretisht në Ramazan hapin lokale për me lujt në Ramazan. Edhe ato me lujt, këta i thënë me çokoladë, pa e realisht është bigjoz. Edhe në qofë se me një qebret lujna, unë fitoj, ta marrë një qebret, ti fiton ma merr një qebret, kjo është haram dhe kjo bigjoz. Ama realisht e gjanë që konkretisht që to gjëra aktivizohen, dhe më thonë thash qoftë me rartë të zgjatër me punu derin në sefer, që faktikisht me hup kohën rinis, vend se më merë me punë që janë të hajrit, që i bojnë dobi, që me pushu ose që se lexojnë Kur'an e falën, alhamdulillah, po edhe që se bojnë këtë punë, i kanë falë taravit, shkojnë të shtëpia, po shojnë për me përgatit për nesër, me uqun sabah dhe me falë, me punu, alhamdulillah, ma ti me hup kohën, me fjalë, me gibet, me nemime, me duhan, ndoshta edhe ma ketë se duhoni, pëtënësane, kjo është fatkeqësi, edhe fatkeqësi është dhe më në dhe këto lokale, dhe më thonë që qelen e nkas, dhe më thonë për Ramazan, ndoshta këto ishën disa që kanë bëjnë me fëmijët në Ramazan, duke lutur Allahun Azza Jall që na irun familjet tona, na irun fëmijët tonë, na irun shoqërinë tonë, të na ngrit në vetdijen e përgjegjësisë që kemi ndaj fëmijëve tonë në përgjithësi, dhe më thonë edhe në Ramazan, edhe jashtë në Ramazanit, mirë po përderisa Ramazani është një muaj që faktikisht vetëdijësimi natyrshëm ngritet, është mirë me i pas konsiderat që më u merë pak më tepër me fëmijët, edhe mos me lënë hajtë se unë shkova në xhami, hajtë se na janë gjinu shumë me kështu më radhë, mirë po më munduhe që me jetë gati familjes edhe me eduku, edhe herë lutim Allahun Azza wa Jalla na përmirëson neve edhe ata.
wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.